Mirë se erdhët. E keni menduar ndonjëherë sa bukur do të ishte sikur njerëzit ju pëlqenin më njëherë, që në momentin e parë? E po, sot pikërisht për këtë do të flasim. Do të zbulojmë sekretin për të arritur pikërisht këtë gjë. Pra, le t'i futemi punës. Tani, imagjinojeni pak këtë. Sikur të ekzistonte vetëm një ligj i sjelljes njerëzore, një rregull i vetëm, por aq i fuqishëm sa të mund të sillte miq pafund dhe lumturi të vazhdueshme. Tingëllon shumë mirë për të qenë e vërtet apo jo? E po, ky rregull ekziston vërtet dhe sot do ta zbërthejmë atë deri në detajin më të vogël. Okej, për ta kuptuar këtë ligj duhet të gërmojmë pak më thellë. Duhet të shkojmë te vetërrënia e psikologjisë njerëzore. Këtu nuk po flasim për ca truke të vogla apo manipulime, jo, po flasim për një të vërtetë themelore, për diçka që na bën ne njerëz. Dhe ja ku e kemi, e përmbledhur në mënyrë thjesht perfekte, nga psikologu dhe filozofi i madh William James. Ai thotë se parimi më i thellë nuk është dëshira për para, as për pushtet, por është kjo dëshirë e zjarrt për t'u vlerësuar. Mendoj pak. Ky është një instinkt universal, diçka që e kemi të gjithë brenda nesh. Dhe kjo nuk është thjesht një ide e izoluar. Shikoni, edhe filozofi John Dewey arrin në tamam të njëjtin përfundim. Ai e quan shtysa më e thellë në natyrën njerëzore. Pra, çfarë kemi këtu? Dy mendje gjeniale nga fusha të ndryshme që na thonë të njëjtin gjë. Të gjithë, pa përjashtim, kemi një nevojë të thellë për t'u ndjerë të rëndësishëm. Atëherë, ja ku e kemi. Ky është ligji. Bëjini gjithmonë personin tjetër të ndihet i rëndësishëm. Dhe kjo është pjesa vendimtare. Bëjini me sinqeritet të plot, sepse le të jemi të sinqert, lajkat e lira, komplimentet e sforcuara, ato nuhaten nga 1 kilometër larg. Njerëzit e kuptojnë kur diçka nuk është e vërtetë. Duhet vinë nga zemra, duhet jetë ndjer. Por si mund të jesh gjithmonë i sinqert? Ky citat nga Ralph Waldo Emerson na jep çelësin. Ai na tregon mentalitetin e duhur. Nëse i afrohemi çdo personi me mendimin çfarë mund të mësoj unë prej këtij njeriu, atëherë vlerësimi do të jetë gjithmonë autentik. Bëhet fjalë për të qenë kurreshtar dhe i përulur, jo për të pretenduar diçka. Mirë, teoria e tingëllon fantastike, por a funksionon vërtet në botën reale? Patjetër që po. Tani do të kalojmë te disa histori të vërteta që tregojnë fuqinë e jashtëzakonshme të këtij parimi kur vihet në praktik. Imagjinojeni pak këtë skenë. Një shitës, James Adamson, ka saktësisht 5 minuta, vetëm kaq, për të fituar një kontratë prej $90,000, një shumë e madhe për kohën, nga një prej njerëzve më të zënë dhe më të fuqishëm në botë, George Eastman, themeluesi i Kodak. Presioni i padurueshëm. E gjithë marrëveshja varet nga ato 300 sekonda. Por çfarë bën Adamson? Ai bën diçka që askush nuk do ta priste. Në vend që të hidhet direkt te prezantimi i tij i shitjes, ai ndalon. Shikon përreth zyrës dhe vëren diçka që e admiron me të vërtetë, punimin e mrekullueshëm të drurit. Dhe thjesht e thot me zë të lartë. Pa agjende, pa kërkuar asgjë, thjesht një vlerësim i sinqert. Dhe rezultati ishte thjesht i pabesueshëm. Ai koment i vogël dhe i sinqert e ndryshoi totalisht atmosferën. Eastman, ky gjigant i biznesit, për një moment harroi punën dhe u kujtua për diçka që ai e vlerësonte personalisht, bukurinë e zyrës së tij. Duke bërë Eastmanin të ndihej i rëndësishëm për shijen e tij, jo vetëm për portofolin e tij, Adamson fitoi jo vetëm kontratën, por edhe një mik. Okej, tani le të kalojmë në një shembull krejt tjetër, shumë më personal. Një avokat gjendet në një situatë ku duhet të kalojë kohë me tezën e moshuar të gruas së tij. E dini, një nga ato situatat e zakonshme ku thjesht përpiqesh të kalosh kohën pa ndonjë pritshmëri të madhe. Dhe çfarë bën ai? Zbaton saktësisht të njëjtin parim. Në vend që të flas për veten apo për punën e tij, ai thjesht shikon përreth me kuriozitet të vërtetë. Ai gjen gjëra që mund t'i admirojë sinqerisht, shtëpinë e saj të bukur, mobilet antike, kujtimet e një jete të tërë. Ai kushtoi vëmendje botës së saj, asaj që ishte e rëndësishme për të. Dhe ja ku vjen pjesa që t'le pa fjalë dhe që tregon sa e fuqishme është kjo nevojë njerëzore. Kjo zonjë, siç përshkruhet, ishte e uritur për vlerësim. Një ndjenjë që ndoshta shumë prej nesh e njohim mirë. Fakti që dikush më në fund e pa dhe e vlerësoi botën e saj me sinqeritet ishte diçka kaq e rrallë dhe e fuqishme për të, saqë mirënjohja e saj shpërtheu në formën e një dhurate të jashtëzakonshme. Kjo tregon sa thellë, sa rrënjësisht e kemi këtë nevojë. Pra, pam disa shembuj goxha dramatike, apo jo? Por e bukur e këtij parimi është se nuk është i rezervuar vetëm për kontratat më dha apo situatat jashtëzakonshme. Jo,
Magjia e vërtetë e tij qëndron pikërisht në aplikimin e përditshëm, në gjërat e vogla. Pikërisht, nuk duhet të presish momentin e madh. Kjo filozofi funksionon kudo. Me personin që shërben kafen, me kolegu në zyrë, me fëmijën, me familjarët. Çdo ndërveprim, sado i vogël, është një mundësi për të krijuar një lidhje pozitive dhe për ta bërë ditën e dikujt dhe të tënden pak më të mirë. Dhe shpeshherë, kjo bëhet me fjalë shumë të thjeshta. Shikoni këto fraza. Ato janë si vaj që i bën ingrenazhet e marrëdhënieve njerëzore të rrotullohen pa frikime. Këto nuk janë thjesht formula mirësjellje e boshe. Ato komunikojnë respekt. Ato i thon personit tjetër, unë e shoh mundin tënd, unë e vlerësoj kohën tënde, ti je rëndësishëm. Janë gjeste të vogla me një ndikim të madh. Kjo thënia e Benjamin Disraelit e përmbledh strategjinë në mënyrë geniale. Tema e preferuar e çdo njeriu, vetja. Është kaq e thjeshtë, në momentin që zhvendos fokusin e bisedës nga unë tek ata, në sytë e tyre bëhesh menjëherë bashkëbiseduesi më interesant në botë. Mirë, atëherë, le ti mbledhim të gjitha këto. Le ta distilojmë gjithçka që kemi mëshuar deri tani në një ide të qartë, të pastër dhe të fuqishme, diçka që mund ta marrim me vete dhe ta përdorim. Që sot. Dhe ja ku është e vërteta e pafiltruar thelbi psikologjik i gjithë kësaj. Pothuajse çdo njeri që takojmë, thellë e ndjen veten superior ndaj nesh në një fushë të caktuar. Mund të jetë puna, një hobi, aftësia për të rritur lule, çfarëdo qoftë. Aty, në atë fushë, fshihet krenaria dhe ndjenja e rëndësisë. Dhe ky është çelësi për të hyrë në zemrat e tyre. Pra, ja ku është plani i veprimit, i ndarë në 2 hapa shumë të thjeshtë. Hapi i parë, gjeni atë fushë ku ata ndihen të rëndësishëm dhe lërini ta kuptojnë, në mënyrë delikate që ju e njihni dhe vlerësoni atë. Dhe hapi i dytë, po aq i rëndësishëm, sigurohuni që ta bëni këtë me sinqeritet të plotë. Kaq, kjo është e gjithë formula, e thjeshtë por transformative. Kështu që po e mbyllim me një pyetje, një sfidë për secilin prej nesh. Cilin do ta bëjmë të ndihet i rëndësishëm sot? Nuk është diçka për të planifikuar për nesër apo për javën tjetër, por për ta bërë tani, në ndërveprimin e ardhshëm. Fuqia për të krijuar lidhje të vërteta dhe pozitive është në duart tona. Faleminderit që më ndoqët.